Tani ta shohim edhe interiorin. Normalisht është me Keyless Go, hapet me çelës në xhep. Interiorin e ka spektakël fare. Shumë kombinim i bukur. Këto të kuqen, me këto qepjet e kuqe, rimeson e karbonit, sedile ngroje, ftoje, edhe kjo që lëviz sedilen e pasagjerit. Burmeister nuk ka 3D, do kishte këtu edhe këtu bokse. Po edhe kjo ngjyra shumë e bukur, edhe mrena sendilet e kuqe me zezë. Është panoramike. Tash u ndriçu pak. Këto e kanë orën IWC, se nuk e kanë më fizikisht, edhe e kanë që del të ekrani. Ky është versioni facelift, timonin që e ka me këto ndarjet modeli facelift, to që kontrollon për të specifiku AMG mode, marmita, gjona, tu comfort, sport, sport plus, race, distronikun e gjitha limitatorin, ke volumin e ke këtej pastaj. Interiori bukur tash këto i kanë komplikuar çik, po prap kjo mirë është, nuk është shumë e ngarkuar si dizajn, nuk është gjithë ekrane. Prap ky është dizajn i mirë, më pëlqej ky, se i menaxhueshëm është. Ka dhe butona fizik, këto të klimës i ka fizik, që është shumë mirë. Këtu ka këtë touchpadin, që edhe këtu lëviz kjo, saktë anej. Këtu e ke për të pushu dorën. Është me amortizator majër, këtu e ke për të ngritur për tul makinën. Këto janë shortcut, pastaj radio media, navigatori, volumi, këto dynamic comfort sport i vendos si dush. Tu që ato opcionet. Ka polder sa t'i ka me ngrojë me ftoje. Rimeson e ka komplet fiber karboni me këto qepjet e kuqe, edhe mrena është tapiceria e zezë me të kuqe AMG-s. Edhe këto grab handles tu që është me dritë LED rreth e qark. Edhe kjo është me ngroje, edhe kjo këtu është me ngroje. Shumë e bukur. Timoni me Alcantara këtu, AMG dhe flat bottom. Si pozicion një lart, është pozicion i rehatshëm, komandues, i rregullon gjitha qa ke nevoj se ndilen me 100 lloj mënyra si dush. Shumë interior i lezetshëm. Do shohim dhe mrapa. Edhe këtu ka logon AMG-s ndriço kjo natën.